Plaga e migracionit vazhdon të lërë gjurmë të thella edhe në zonat rurale të vendit tonë, por edhe në teritorin e qarkut të Vlorës. Një prej tyre është edhe fshati Brataj në bashkinë e Selenicës, ku largimi të rinjve ka ndryshuar ndjeshëm jetën e përditshme të banorëve. Rrugët e fshatit janë gjithnjë më të qeta dhe të boshatisura. Banorët thonë se të rinjt janë larguar drejt qyteteve të mëdha ose jashtë vendit në kërkim të një jete më të mirë, ndërsa Brataj ka mbetur kryesisht me të moshuar. Ata e përballojnë jetesën me pensionet mujore dhe me ndihmën ekonomike që u dërgojnë fëmijët e tyre në emigracion. Edhe aktiviteti ekonomik në fshat është reduktuar ndjeshëm. Bizneset e pakta që vazhdojnë të funksionojnë si dyqanet ushqimore apo baret e vogla menaxhohen kryesisht nga banorë të moshës së tretë. Një tjetër pasojë e emigracionit është edhe braktisja e tokave bujqësore. Sipërfaqe të tëra kanë mbetur djerë pasi nuk ka njerëz që t'i punojnë. Banorët e mbetur shprehen të shqetësuar edhe për të ardhmen e fshatit. Ata thonë se çdo vit numri i banorëve zvoglohet, ndërsa mungesa e të rinjve bën edhe më të vështirë mbajtjen gjallë të komunitetit. Sipas tyre, pa politika që nxisin rikthimin ose qëndrimin e të rinjve në zonat rurale, fshatrat si Brataj rrezikojnë të zbrazen edhe më shumë në vitet e ardhshme. Po boshatis gjithë fshati, s'ka ngel kush më tani këtu. Janë boshatisur gjithë. S'ka njeri. Ju nga jeni? Ne këtu. Jetoni? Këtu. Të rinjt kanë ikur? Kanë ikë gjithë të rinjt. Po tokat punojnë? Jo, si punon kush. Asnjë. Jo. Shqetësim kjo gjë. Çfarë bën tani? E para është po të kërkosh punë gjën. Pse e them këtë, unë kam një fëmijë timi ka mbaruar shkollat e larta. Ka letra në Itali edhe punon këtu. Punon këtu. Do të thotë që po të duash punosh ka edhe këtu. Po nuk punojnë? Çfarë ndodh? Gjatë, gjitha nuk vinë nga Perëndia, vinë nga duart. Nuk punojnë. Pas punojnë, ma kanë mbetur mosha e treta. Ne jemi 4 këtu që jemi në biznes, 4 jemi të pensionistë. Të rritë nuk s'kan, jo s'ka vlerë që të rrinë, po ka 2 arsye të kundërta. Logjika ime. E para, kërkojnë shumë për momentin. Dakor. E dyta është që janë ca gjëra që mungojnë. Mendoni se do rikthehen një ditë? Vështirë. Vështirë. Unë kam fëmijët e mi jashtë, kam 2 çuna jashtë. Nuk dhe s'ka në plan fare. Ja, për të kthyer jo, s'bëj vllap për të kthyer. Mungojnë shumë gjëra. Punë dhe ndofta s'ka, dhe të ri duan çik lek shumë, e duan çik ata qefin, jetën. Kemi fëmijë andaj ashtu punojnë me sakrificë. Nuk merr njeri lek kështu. Hajtë punojnë, le të punojnë 2 punëra. Këtu kanë mbetur të moshuarit vetë. Moshuarit, s'ka. Dhe ju punoni këtu? Që 2 punojnë këtu. Çfarë të bëjmë? Çfarë probleme ka fshati? Uje, drita. Po drita kemi, ujë. Tokat nuk punojnë. Toka nuk punojnë. Kush do të punojnë? Mangësira ka plot. Po vetë mira ka bërë. Dakor? U bën rruga, u bën njerëzit neve këtu jemi qendër, me pensionista kalon njeri bën përpara s'ka pat fare. 3 orë bëj Vlorë, Brataj. E lere andej. Po mangësira ka. Pavarësisht vështirësive, të moshuarit vazhdojnë të jetojnë me shpresën se një ditë fshati do të marrë sërish jetë. Ata dëshirojnë që fëmijët dhe niprit e mbesat të kenë arsye për t'u rikthyer në mënyrë që Brataj të mos mbetet vetëm një vend i kujtimeve, por një komunitet ku jeta vazhdon.